nuk di, do të qarë apo do të qeshim. Avokat, në qoftë se do e kishit klientë di Rama, pas kësaj video... Mua më vjen më shumë humor, sepse dikur ka qenë një shprehje popullore për bëft kanceri në gryk. Sot është tjetër bot, tjetër kohë, dhe sot është ajo shprehje mos pafsha të 7 penxhere. Pra është problemi më i thellë të keqen e kancerit, një ditë do i gjendet ilaçi, po 7 penxheret janë buqet. Koeficienti për të dalë nga burgut, koeficienti për të hyrë me kancer, është më i lehtë ky i burgut. Kanceri do një ditë do i gjendet ilaçi për të shruar. Por të thuash, hajde ja ku celulari im. Ti tani po i thua Ramës, mos pafsha ke 7 penxheret? Kjo është urimi më i madh. Po ta kishit Ramën. Sepse e kemi një kryebashkiak. Po ta kishit Ramën klient. Me atë monolog që bëri me krye Peshkopin kur kujton kohën e përbashkët, ai si infermier ke spitali psikiatrik, Rama nuk di nga e nifte. A do e mbrojnë të Ramën si pacient? Ne merremi vetëm me subjekte që janë të përgjegjshëm për paraligjit. Qofse dikush është i papërgjegjshëm, nuk është subjekt një vepre penale. Ne jemi dhe pedagog në të drejtë penale dhe e njohim shumë mirë. Qofse nuk je subjekt dhe ke qenë i papërgjegjshëm, nuk mund të merresh dot përgjegjësim penale, por në rasti konkret kemi një kryeministër të cilën ton një celular thotë guxo ma merr. Qofse ne temi të zënë kanceri ka qenë para 30 vjetës sot, uroj mos pafsha në atë derexhe ose në atë 7 penxhere ku kemi sot kryebashkiaku që është habitshme që e kemi në paraburgim. Ne e prezumojnë pa fajshëm, po vajti 60 ditë pa qenë në krye të bashkisë. Edhe është akoma. Nuk ka ndodhur asnjë në historinë shqiptare që të kemi një me titull në funksion, po që ushtron nga qelia. Me vërtet është për të ardhur keq, nuk ka një cilësi. Është person e tim, ka avokat, po fjala i pandehur apo gjyq popullore apo Facebooku, lojrat me Facebook, to janë larkë. Gjithsesi jemi tek thirrja për bojkot. Edhe një herë para se ta pyesim Abilekajt. Për të mos dalë në shtëpi. Ka mundësi. Ore mos votoni kur, mos votoni, mos votofshi për mua dhe për Partinë Socialiste. Po si mund shkoni mbas një të rojituri që i fiket llamba 3 herë në ditë tani më se dhe... Letë më votojnë, se nuk mbasin asnjë gjë, më votojnë dhe do të më urojnë dhe do të më thonë të bësë dita 1000 euro. Dhe urimi i keq që po bëj unë atyre votuese që do votojnë Bujarin Florën, u dalë ka kanceri më në grykët dhe vdeshin ka nesër. Kur mos me votovsh, thot po jo të votojnë një të rojitur i thot Rama, se e di vetën sa glam. Shikon, kur betohet kryeministri te presidenti, që merr detyrën, betohet që do mbrojë të drejtat e shqiptarëve, qytetarëve të Shqipërisë. Dhe drejtat e qytetarëve të Shqipërisë janë drejtat ekonomike, për shembull, punësimi, të cilën me sa duket me ikjen e shqiptarëve masive nga Shqipëria e ka mohuar apo jo. Kemi të drejtën e fjalës, që ne e vuajmë, ne që jemi këtu dhe më gjerë e vuajnë gjithë, sepse të drejta e fjalës vjen e ngushtohet çdo ditë më shumë. Është duke u ngushtuar. Një kolegu ynë sot ishte në gjyq për drejtën e fjalës. Do e flasim gjerësisht për lirinë e shprehjes. Pra, kemi të drejtën për arsim, me përshkollim, që shqiptarët sot jo shikonin se sa po dalin të fundit në arsim në gjithë botën. Një të drejtat që akoma nuk, në fakt nuk është mohuar, por akoma nuk është deklaruar që po mohohet, ishte drejtë e votës. Ne e dini që është mohuar, ne e dini që në Shqipëri s'ka pas zgjedhje të lira, të paktën me Edi Ramën asnjëherë. Edi Rama e ka pranuar dhe vetë, s'ka bërë asnjëherë zgjedhje të lira, por ka thënë kështu ka qenë kushtet. Tani është kryeministri del dhe deklarohet të njerëzve që ajo drejt që ju ka mbetur, e vetmja, mos e ushtroni. Po kjo nuk është, po ta marrim si një thirrje të kryeministrit për
të ushtruar, që me vullnetin tënd të mos e ushtroshit drejt, do ishte, prapë nuk do ishte ai që keqe. Po çfarë ka mbas kësaj thirrje? Mbas kësaj thirrje ka një thirrje për ata bandit që i garantojnë fitoren e Edi Ramës. Që ai që nuk është me beson, s'duhet dalë nga shtëpia për të votuar. Dhe kjo thirrje mos votoni, mos dini fare nga shtëpia, është thirrje për banditët, sepse banditët e ndjekin këtë metodë. Që ti të vinë tek shtëpia, të thonë do votosh këtë që aleatin tim, që në kryesisht është Edi Rama dhe kryeministri, dhe në momentin që njerëzit nuk pranojnë, thotë mirë, dakord, mos dilni nga shtëpia kur në ditën e votimit. Po mirë tonë, pra kjo është një thirrje banditeske për lavin ta? Do ja gjejnë lavin ta, nuk do dalin? Do kujdesen çunat. Do kujdesen çunat për çunat. E pra. Nëse ju bën thirrje dhe ata vazhdojnë dalin, atëherë ku çunat do kujdesen për të dhënë fjalë në vend. Dhe njerëzit tani u mbetet vetëm në drejta për të jetuar, do e lërë të besoj, shpresojmë të lërë pasi po fitoj zgjedhje. Se keni parasysh shprehjen e Ulësiut tek përgjimit të 184-s. Ne kemi menduar për Manaldër ti.